Sa do të mundohemi ne t'ja lajmë prindërve tanë atë që kanë bërë për ne, kjo është një diçka e paarritshme. Asnjëherë nuk lahet haku i nënës dhe haku i babait. Por, një gjë është shumë e sigurt. Çfarëdo që bëjmë ne nga respekti për prindërit tanë, është e bekuar tek i Malli Zot.